Për vite me radhë, Bora Zemani ka qenë pa diskutim një nga moderatorët më të paguara në televizion. Ajo kapi majat e audiencës pas dramave në historinë e saj të dashurisë me Donaldin dhe pikërisht në këtë fazë, Bora diti ta shfrytëzoi shumë mirë emrin dhe famën. Ajo hapi menjëherë një biznes rrobash që i solli fitime mjaft të larta. Por sot, duket se Bora nuk është në ditët e saj më të mira, pasi drejtuesit e Top Channel i kanë dhënë lajmin se ajo nuk mund të vazhdojë më punë tek ky televizion. Sipas zërave që qarkullojnë brenda ambienteve të televizionit, arsyeja është se emisioni i saj vitin e fundit nuk ka patur audiencë dhe klikime. Kjo performancë e dobët televizive ka bërë që Bora ta shohë veten jashtë këtij televizioni. Bora ka kërkuar një tjetër mundësi, por duket se i është refuzuar prerasi. Një televizion kombëtar do performancë dhe audiencë dhe nuk mund të tolerojë që të eksperimentohet me ekranin për një sezon. Por, a do të jetë përsëri Bora pjesë e ekranit? Burime mediatike shprehen se ajo ka dërguar një tjetër projekt tek televizioni Vision Plus, te i cili ka punuar vite më parë në formatin Dancing with the Stars. Nuk dihet nëse ky projekt do i pranohet, sepse ende është në fazë diskutimi, por burime pra moderatores shprehen se ajo e ka përjetuar keq largimin nga Top Channel dhe po bën përpjekjet maksimale që të vijojë të jetë pjesë e ekraneve televizive. Mbetet për të parë nëse Bora do të vijojë të jetë pjesë e ekranit në këtë sezon apo jo. Faleminderit që na ndiqni. Për më shumë lajme interesante, bëjeni subscribe kanalit ton të YouTube-it.